Në kuadër të hartimit të rregullorës për ndërtimin dhe funksionimin e shtëpive apo agjencive funerale në territorin e Bashkisë Matë, Këshilli Bashkiak zhvilloi këtë të shtunë një dëgjes publike me komunitetin. Dëgjesa ishte lajmëruar prej ditësh nga Këshilli Bashkiak nëpërmjet njoftimeve publike të shpallura në qytet, si dhe në ekranin e Matë Televizion. Ndërkohë, të pranishëm në këtë dëgjesë ishin qytetarë të Burrelit të interesuar për këtë veprimtari, e cila është një risi për komunitetin matjan, pasi deri më tani ceremonitë mortore zhvilloheshin në hapësira publike si lokale, restoranta apo banesa private. Në këtë dëgjesë të pranishëm veç këshilltarëve bashkiak ishin edhe të interesuar për të ushtruar këtë veprimtari ekonomike. Të pranishmi që morën fjalën kërkuan që këto lloj aktivitetesh të zhvillohen larg banesave dhe të mos bëhen shkak për pengimin e jetesës normale të tyre. Gjatë kësaj dëgjese, përfaqësuesit e Këshillit Bashkiak Matë që ishin të pranishëm në këtë takim, regjistruan dhe protokolluan të gjitha pretendimet e banorëve të pranishëm, mbi të cilat do të bazohen në hartimin dhe miratimin e rregullorës së operimit dhe funksionimit të agjencive funerale dhe shtëpive mortore në të gjithë territorin e Bashkisë së Matit.